BE-ja publikoi listën e produkteve, tarifa prej 25% të importit të Shtetet Bashkuara. Komisioni Evropian ka publikuar një listë të produkteve amerikane, mbi të cilat mund të marrin masa kundër pasi administrata e presidentit Donald Trump të mërkurën e kaluar ka vendosur tarifa globale prej 25% për çelikun dhe aluminin. Lista që ka 99 faqe, kryesisht përfshin mishin, pulën, frutat, perimet dhe pijet alkolike, por përfshin gjithashtu dhe çamçakiz, nikotinë për cigare elektronike, plastike dhe rroba për natyrë. Disa artikuj në listë duken si një goditje drejt për drejt në stilit jetesës amerikane, përfshirë veshjet për aktivitete në natyrë, çadrat, veglat për punët e punëtorisë dhe pajisje shtëpiake. Përveç kësaj ka dhe pajisje industriale të rënda si makineri ndërtimi, makina për pastrimin e borës, motocikleta, shkruan Reuters. Këto lista zakonisht krijohen për të shkaktuar dëm ekonomik shteteve federale, në cilët vijnë senatorët republikanë që mund të ushtrojnë presion mbi Trumpin për të hequr dorë nga lufta tregtare. Burokratët tregtar që zakonisht janë serioz në punët e tyre, shpesh pranojnë se përgatitja e këtyre listave është pjesa më argëtuese e punës së tyre. Komisioni shpalli më herët mërkurën një akmare që mbulon eksporte me vlerë 26 miliard euro nga Bashkimi Evropian, duke tejkaluar shumën e përplasjes tregtare të mandatit të parë të Trumpit. Nëse nuk arrihet një marrëveshje nga 1 prilli, BE-ja do të vendosë sërish tarifa si përgjigje ndaj 8 miliard euro të tarifave amerikane, përfshirë produkte të markave ikonë amerikane si motocikletat Harley Davidson, Bourbon dhe jeanset. Pjesa tjetër e masave do të pasojë në mes të prillit, ku përfshihen 18 miliard euro të tjera tarifa shtërria amerikane me miratimin e shteteve anëtare të BE-s. Komisioni Evropian ka nisur gjithashtu një anketë për të mbledhur mendimet e palëve të prekura dhe afati për dërgimin e komenteve të tyre është data 26 mars.